E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të analizuar dhe për të ndarë bashkarisht një tematik që në fakt ka filluar që të përflitet edhe jashtë shumë. Që nga momenti ku Miri reagoi ashpër kundër drejt produksionit për mbështetjen që ja dhanë Selinës, sepse Miri dhe Rogerti vazhdojnë të besojnë që Selina është vajza e produksionit, do me thënë është e preferuara e produksionit dhe realisht unë mendoj që produksioni edhe mund ta suporton Selinën, sepse Selina me daljen nga shtëpia Big Brotherit, me shkathtësinë që ka, me zgjuarsinë që ka, mund të zërë një pozicion shumë të rëndësishëm në televizionin Top Channel, ku të udhëheq një nga emisionet ndoshta edhe më të shikuara të këtij formatit, nuk i dihet, Selin mund të shndrohet në një kryefjalë të vërtet. Rrethi Mirit mendojnë që Selina është e preferuara e produksionit. Tani, unë mendoj që produksioni është duke mbajtur banorët të cilët janë më të fuqishëm. Në këtë rast, edhe Miri ka qenë në një formë i përkëdhelur nga ana e produksionit, sepse produksioni në disa prime, do me thënë, ka ngritur jashtëzakonisht fort imazhin e Mirit, i dha një avantazh kur ishte lider që nuk e ka patur avantazh atë lloj avantazhi njëri tjetër, që do me thënë ka patur të bën një përzgjedhje kok më kok që e kishte vetëm Miri, dhe mendoj që produksioni i sfidon banorët në formë të ndryshme. Luftrat mes Mirit dhe Selinës janë në luftra të sinqerta. Do me thënë, ka reagime të ndryshme edhe nga ana e familjarëve që Selina mund të jetë fituesja e këtij çmimi. Dhe pse Selina meriton finalen dhe jo Brikena, për shembull. Unë mendoj që Selina, që në ditën e parë kur ka hyrë në shtëpinë e Big Brotherit, ashtu siç e thash edhe sot, do me thënë ka patur një strategji interesante të lojës, gjë të cilën Selinën e çoi në këtë stad në të cilin është. Po sonte kush do të jetë dyshja që mund të shkon drejt finales të madhe. Unë mendoj që Selin, si finalistja e parë, mund të ketë në avantazh për të përzgjedhur dy banorët për të shkuar në finalen e madhe. Në këtë rast, unë mendoj që Selina nuk do ta përballë Mirin, por do ta përballë Mateon dhe Rogertin, në qoftë se jepet një avantazh i tillë, sepse Selina nuk do ta suporton Mirin për të shkuar drejt finales, por do ta suporton Rogertin. Kjo gjë do të krijon një lloj dinamike, një lloj debati të fortë, një lloj diskutimi brenda shtëpisë së Big Brotherit, edhe më të keq mes Selinës edhe Mirit, sepse zakonisht produksioni kur e shikojnë që ka hamendësime të këtilla, ka thashetheme të këtilla, do me thënë vazhdon akoma edhe më shumë e fuqizon atë njeri. Unë mendoj që Selin nuk është e preferuara e produksionit, por do me thënë është aq e shkathët, është aq e zoja sa që ta bën vendin që të jetë jashtëzakonisht e diskutueshme.